Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Familja e burrit nuk më do sepse bëj vetëm vajza. Tani kemi arritur në fazën që e thon hapur, pa turp dhe pa frikë. Por unë këtë gjë e kam ndjerë si refuzim shumë kohë më para se sa fjalët të merrnin formë. Kur u martova, besoja se do të bëhesha pjesë e një familjeje të re. E imagjinoja veten si bi, si motër, si nuse që do të pranohej. Në fillim më buzëqeshnin, më quanin vajzë mirë, e qetë, e respektueshme. Derisa mbeta shtatzën për herë të parë. Kur mjeku më tha që është vajzë, unë u gëzova shumë. Zemra më mbush me dritë. Nëna ime qau nga gëzimi, por në sytë e vjerës pash zhgënjim. Ajo nuk tha asgjë atë ditë, por eshtja e saj më goditi më fort se çdo fjalë. Herën tjetër, tha më vonë, patjetër që do të dalë djalë. Sigur të ishte porosi dhe sikur të varej nga unë. Kur lindi vajza ime e parë, unë pash mrekullinë. Ata pan një dështim. Nuk e morën në krah me dashurinë që unë prisja. Nuk u mbajt festa, nuk u dëgjuan urime të vërteta, vetëm një fjali që më ndiqte si hije. Rëndësi ka shëndeti, por na duhet edhe një djalë. U përpoqja të mos e merrja personale. I thosha vete se ishin mendësi të vjetra, se koha ka ndryshuar. Por kur mbeta shtatzën për herë të dytë, frika më pushtoi më shumë se sa gëzimi. Kur doli sërish vajzë, shtëpia u fto. Vjera ime nuk më fliste më si më parë. Kunatët filluan të më shikonin me keqardhje si një gruaj që nuk e bën detyrën e saj. Dëgjoja pëshpëritje pas shpine. E shkreta, vetëm vajza. Po kështu nuk mbahet shtëpia, burrit I duhet trashëgimtar. Askush nuk tha kurrë se fëmijët nuk I zgjedh nëna. Askush nuk tha se vajzat janë bekim. Askush nuk më mbrojti. As buri im. Dhe kjo më dhëmbi më shumë se gjithçka tjetër. Ai nuk më rihte, por eshtja e tij ishte grusht. Nuk më mbronte kur nëna e tij më nënvlerësonte. Nuk fliste kur unë qaja natën. Më thoshte vetëm kaq, mos e merr afër zemrës. Por si të mos e marrësh afër zemrës kur të gjithë të bëjnë të ndihesh fajtore për trupin tënd? Kur lindi vajza ime e tretë, u thyeva. E mbajta në krah dhe kam qarë, jo sepse nuk e doja, por sepse e dija se ajo po vinte në një botë ku do të duhej të justifikonte ekzistencën e saj. Familja e burrit as nuk erdhi në spital. Vjera më tha, për çfarë të vi, të shoh edhe një vajzë tjetër? Ato fjalë më prem frymën. Fillova të ndihesha e padukshme në atë shtëpi. Gjithçka që bëja nuk mjaftonte. Gatimet, pastrimi, sakrificat, asgjë nuk mbulonte gabimin tim të madh që kam lindur vajza. Por sa më shumë më shtypnin, aq më shumë rriteshin vajzat e mia, me sy të zgjuar, me buzëqeshje të pastra, me duar që më kapnin fort, sikur ta dinin që isha mburoja e tyre e vetme. Një ditë vajza e madhe më pyeti, "Mami, pse gjyshja nuk na do?" Në atë moment zemra mu coptua. Nuk mund t'i gënjeja, por as nuk doja t'i helmoja. I thash, sepse disa njerëz nuk din sa të çmuara janë vajzat. Atë natë mora një vendim. Nuk do t'i rrisja vajzat e mia duke u ndier bardh. Nuk do t'i lejoja të mendonin se vlera e tyre varet nga gjinia. Edhe nëse kjo do të thoshte të qëndroja vetëm kundër të gjithëve. Sot ende jetoj mes atyre mureve ku nuk jam e dashur. Ende dëgjoj fjalë që më dhëmbin. Por kur shikoj vajzat e mia, e di se kam bërë diçka të drejtë. Familja e burrit nuk më do sepse bëj vetëm vajza, por unë e dua veten, sepse rrita 3 gra që nuk do ta ulin kokën kurrë, dhe një ditë bota do të ketë nevojë për më shumë trashëgimtar, edhe vajza, pse jo?